Shoqata humanitare Fenix e Ferizajt në bashkëpunim me mërgjimtarët vuri sot gurthemelin e një shtëpie në lagje Zabeli Sahitagës në Gjilan. Shtëpia do t'i ndërtohet familjes Lipovica nga komuna e Dardanës. Nuri Lipovica me familje deri tani kishte jetuar në kushte të rënda në fshatin Poliçk. Vëllai i Nuriut ka dhuruar një parcel për ta ngritur shtëpinë, ndërkaq dy kusherinjtë e tij kanë dhuruar një shumë të konsiderueshme të mjeteve materiale. Kryefamiljari Nuri Lipovica tregon se deri tani ka jetuar në kushte të rënda dhe se për shkak të sëmundjes së tij tani e 2 vite nuk punon. Jetojmë në Poliçk deri tash në kushte shumë të vështira, domethënë jemi me vetëm një familje. Nuk ka aty familje tjera, vetëm unë me 2 fëmijë dhe gruan. Po tash që si po shihit ja kanë filluar vesh me dërtuar, jemi të lumtur kanë fjalën. Ke punu të dikun? Jo. Unë ankoj pe jonazave, që 2-3 vite s'kom punu kërkun. Përfaqësues të shoqatës Fenix tregojnë shumën e donacionit derisa punët i udhëheq kjo shoqatë. Këto e mundësojnë investimet kanë ardhur nga 2 persona, njëri nga Austria e tjetri nga Zvicra. Nga Austria është shoqëria Lipovica që i ka të bue 6.110 euro. Ndërsa Aziz Skavarçani prej Zvicrës që ka qu 4.500 frank. Ja kanë besu shoqatës që tjerat investime i kryen shoqata, sikur në gjitha shtëpiat. Të afërt të donatorëve thonë që duke parë se në çfarë kushte jeton kjo familje, kanë vendosur të ndihmojnë që të kenë një shtëpi me kushte më të mira për jetesë. Po, ka shty pak e ka një shumë edhe kur e kena po në televizorat, s'ka umjet varfri, cila ka ajo në kanë shty mas shumë ti me ndihmu. Jo, se është gruaja e këtij Nuris është motra e kunatës, se ka ndihmu rregullisht, rregullisht ajo ka ndihmu, ka marrë me çka ka pas nevojë. Po tash ti ka ardhur rendi me për shtëpi dhe ka ndihmuar për shtëpi. Donatorët dhe të afërm të familjes po ashtu falenderojnë shoqatën Fenix për punën që po bën dhe investimin e mjeteve të grumbulluara nga mërgjimtarët në vendet të duhura. Kjo është shtëpia e dytë që shoqata Fenix ka nisur këtë vit.